Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jeni në kanalin Shqiptar sot për të nisur një video të re. Në fakt pas një mungese të gjatë, por normalisht kam hedhur tutoriale për të mos e lënë pa video kanalin. Gjithsesi jemi rikthyer sërish dhe në fakt në Subway Surfer. Pasi pjesën e dytë të Block Blastit do ta hedh një herë tjetër. Gjithsesi jemi në muajin e festave, kështu që për të gjithë ata që festojnë këto festa, ju uroj gëzuar festat e fund vitit. Le të vazhdojmë me një herë pa humbur kohë me këtë programin ton, me procesin ton. Do të hapim një mini mystery box, e bëjmë claim. Okej, e hapim dhe shohim se çfarë po na takon. Okej, 500 coins. Shumë mirë, besoj që do të na nevojiten. Do të vazhdojmë një herë pa humbur kohë, nuk po qëndrojmë për të hapur çdo gjë. Duke kam bler një skin të ri këtu djalin me radio. Dhe le të vazhdojmë, pse jo, pasi kemi bërë një mungesë të vogël këtu në Subway Surfer, por besoj që do të rikthehemi edhe këtu me pjesë të ndryshme. Ka hedhur edhe update të reja, kështu që do t'i shohim edhe ato pse jo gjatë kësaj videoje, por njëherë po bëjmë një lojë të thjeshtë. Ka pasur disa evente gjatë kësaj kohe, kështu që unë nuk kam arritur që t'i kap këto evente, por do të mundohemi që pse jo vetëm sa të hym dhe t'i shohim ndoshta gjatë kësaj videoje. Okej, deri tani jemi duke ecur shumë mirë me coinsat dhe me të gjitha, ndërkohë besoj që së shpejti do të vinë një vlog, së shpejti nuk e di sepse akoma nuk e kam planifikuar, por besoj që do të vinë një super vlog madhështor, kështu që nëse më ndihmoni me subscribersat, do të kishte qenë shumë mirë, pasi jemi shumë brapa me subscribersat. Dhe duam që sa më shpejt të arrijmë 500 subscribers, sepse jo gjatë këtij viti, pra para se të vi 2026, neve të shkojmë 500 subscribers, do të kishte qenë ëndra ime më e madhe e realizuar. Okej, shpresoj që ju do të ma bëni realitet këtë ëndër, ju lutem sa më shpejt të shkojmë 500 subscribers, pasi po na kalojnë disa kanale të tjera të cilat janë hapur pas nesh, por normalisht nuk kam pasur kohë dhe nuk kam mundur të bëj video dhe ndoshta kjo më ka penalizuar pak me subscribersat, por gjithsesi do të rikthehemi me video të fuqishme. Vazhdoj me Subway Surfer. Okej. Duhet të kemi kujdes sepse këto trenët janë bërë pak të shpejt. Marrim këtë si skateboard, edhe këto këpucët sepse mbase na duhen ndoshta, prandaj ne i kanë nxjerr. Okej, deri tani loja po shkon shumë mirë, nuk është se ka ndonjë problem, por do të shohim në vijim. Shpresoj që edhe juve t'jetë duke ju pëlqyer sa më shumë videoja. Kam hedhur edhe disa shorca që shpresoj të t'ju janë dukur argëtues dhe të bukur, pse jo. Okej, morëm këtë magnetin për të tërhequr sa më shumë coinsa dhe ky na ndihmon në fakt. Sa coinsa kemi marrë deri tani? 438. 455, sa shpejt që u rritën coinsat. Po pse nuk bëri? Okej, nuk pasam as edhe një qelos. Hapim këtë kutin, këtë mystery box që kemi marrë. Okej, na ka qelluar kjo, pas kemi marrë edhe një mystery box tjetër, sa shumë morëm, 1000 coins na ka dhëruar. Okej, do të shojmë pak tek eventet, në fakt, dua të shkoj, claim një herë, pasi pas kemi një kështu për të marrë. Claim, sa shumë gjëra që na qelluan. Shkojmë tek events, mos gjejmë ndonjë event tani për tani. Claim all dhe shohim pak se si është ky event. Okej, që ka ndër eventet më të reja, kështu që e shohim pak dhe pse jo mos ta provojmë. Çfarë që ka kjo? Po këto e kanë nxjerrë në fakt dhe e kanë postuar shumë youtubera për këtë pjesën e lojës këtu. Do t'i provojmë disa evente, pse jo t'i shohim se çfarë e re është sjell këtu, pra çfarë gjë e re është sjellur këtu në Subway Surfer. Qen ka pak e vështirë, pasi nuk dia të kërcesh lart apo të hidhesh poshtë, por gjithsesi do të shohim, ndërkohë ju ndiqni edhe Adagamedian, pasi është duke qenë besoj aktive gjatë këtyre kohëve të fundit dhe shpresoj që mos na prishet gjithë ky aktivitet. Okej, qen ka event i bukur. Provojmë mos fitojmë ndonjë gjë. Okej, jemi duke fituar deri tani, janë duke na dalë këtu si numra, këto shifrat.
Duhet i kapërcim këto edhe e fitojmë, pra nuk duhet i shmangemi këtyre pengesave. Okej, ju shmangëm këtyre dyjave, por s'ka gjë. Vazhdojmë, asnjë coins nuk paske për të marrë deri tani. Okej, kjo çfarë ka? Të kemi kujdes pasi loja është bërë e shpejt dhe tepër e vështirë. Jo, me të vërtetë që ka një event i bukur, do të shohim pak për eventet e tjera. Gjithsesi, pas kemi arritur të fitojmë pakës. Shohim çfarë ka rezervuar për neve tashmë loja. Okej, jemi duke shkuar tek eventet e tjera, duhet i shoh pak. No floor challenge, no floor. Ta shohim pak të challenge-in këtu, play. Me njerë pa humbur kohë, ta shohim sepse nuk i kam provuar këtu dhe pse jo, mos i provoj me ju, duhet të kemi kujdes. Kjo qen ka super bukur, ky event po më pëlqen shumë. Që nga si The Floor is Lava. Okej. Pas kanë dhirë shumë evente në fakt Subway Surferi dhe unë nuk kam qenë aktiv, por besoj që dal nga dal do të jemi aktiv dhe do të marrim vesh për eventet e reja, pse jo. Okej, nuk është se qenë ka dhe aq e vështirë si lojë, ndoshta atë vështirësohet më pas, por deri tani nuk është duke më dukur shumë e vështirë si event. Po marrim coinsa dhe jemi shumë mirë deri tani me këtë pjesë. Marrim këtë skateboardin, duhet kemi kujdes se mos na ul ky në lava. Okej, ecim ndërkohë. Nuk është se që nga ndonjë vështirësi, pasi pas ka gjithkund trena. Me sa kam parë unë po, këto zhduken këto trena që janë me lava. Kështu që duhet të kemi kujdes. Okej, me të vërtetë që e kam përballuar shumë mirë këtë pjesë, sepse gati sa thrash. Ndërkohë, dua që të më nisni sa më shumë histori të frikshme, të shkruani në komente, pasi duam të bëjmë një video scary, pse jo, me që jemi rikthyer. Por histori dua të jenë të frikshme dhe reale, normalisht, ne i shkruani në komente që ka ndodhur juve ose të afërmve tuaj, por ama të jeni të sigurt që janë reale dhe të vërteta. Ka përcejmë pak këtu. Okej, coinsa ti marrim, mos t'i lëm pas. Dhe jemi duke vazhduar shumë mirë. Ta marrim edhe këtë skateboardin. Okej, ky në fakt ka shpërblime gjithmonë. Të kemi kujdes. Shumë mirë. Ua, duhet të ulemi këtu. Okej, event i bukur. Ndër evente deri tani që kam provuar, po më pëlqen më shumë ky. 2 evente kam provuar deri tani, po ky po më pëlqen më shumë. Shohim të një event tjetër, Claim. Që ka një event të shohim, Claim. Okej, edhe këtë e pas kemi për ta marrë, Claim. Dhe mendoj që pse jo të marrim edhe këtë kutin, ta hapim dhe play të shohim pak. Pse jo ta shohim edhe këtë event, çfarë eventi është. Okej. Duket se është eventi më i fundit që është hedhur deri tani, me sa pashun deri tani, kështu që pse jo të luajmë. Apo nuk është event, se s'po kuptoj. Është pjesë, pra është event me borë, si të themi. Marrim këtu si kristale, pas kemi edhe një mystery box aty, kështu që ta marrim, pse jo, sepse na nevojitet. Okej, gjatë këtij viti kam dashur të blej një advent kalendar, por nuk kam mundur pasi më është kujtuar shumë vonë. Gjithsesi besoj që me kismet Zotit vitit tjetër, pasi të jemi më aktiv, editimet do t'jenë edhe më të forta. Besoj edhe e kemi parë editimin deri tani. Nuk e di se çfarë kam bërë me editimin, por shpresoj që t'ju pëlqejë edhe videoja. Të kemi kujdes tani. Okej, eventi më i bukur dhe më sfidues ka qenë ai me No Floor. Më ka pëlqyer shumë dhe më ka lënë bresa ndër të gjitha eventet që kam provuar deri tani këtu me Subway Surfer. Okej, ram. Humbëm, por gjithsesi hapim këtë mystery box një herë. Coins sërish, 1000 coins, okej, nuk është keq. Gjithsesi, kemi eventet të tjera, shohim pak tek eventet. Pasi new event, okej, pse jo ta luajmë, ta provojmë edhe këtë event. Shohim pak çfarë është ky event, mos kemi për të fituar ndonjë gjë.
Okej, që nga shumë bukur këto trenat që kanë bërë më bukur dhe që ka një natë bore. Ndërkohë neve vazhdojmë të shohim se a është një event i bukur edhe ky, testojmë eventet me pak fjalë këtu në këtë pjesë të Subway Surfer. Okej, marrim të gjitha coinsat, mos lëm asnjë pasi do të na nevojiten, ndoshta nuk kam asnjë çelës, kështu okej. Dhe më duhet, pse jo, më duhen. Jo, me të vërtet një event me një grafik shumë të fortë ky. Po më pëlqen. Besoj që edhe juve është duke ju pëlqyer. Vazhdojmë të marrim të gjithë coinsat, po shumë bukur, shumë bukur. Ndërkohë ky djali që ka marrë një skin ka këtë radion dhe ndoshta kjo radio më duket si gjëja më kot ose elementi më kot që do me thënë e bën pak të mërzitshëm këtë skin që unë kam zgjedhur të marr. Por me që është më i riu që kam, deri tani pse jo zgjedha që ta marr në këtë video. Okej, marrim të gjitha coinsat, ndërkohë kemi një palë pus kështu që hidhen përpjet dhe një skateboard i marrim, ndërkohë fituam edhe një yll. Këto yjat nuk i kuptoj as pak, ndoshta të rrisin shpejtësinë apo nuk e di se për çfarë i marrim, nuk është se na vlen edhe shumë më duket. Ja, po e marrim edhe një herë, por nuk është se janë duke vlerëtuar shumë. Kam frikë se kjo është për shpejtësinë, për yjet për atë të rrisin shpejtësinë. Okej, ecim nga kjo anë, shohim, të kemi kujdes tashmë, pse jo mos ta zgjasim më shumë. Jemi në fund të videos, besoj që ky është eventi i fundit që do të provojmë, kështu që qëndroni deri në fund dhe mos u largoni për ta parë deri në fund këtë video dhe shpresoj që t'jë duke u pëlqyer sa më shumë. Ndërkohë pra mos harroni të na nisni disa histori të frikshme por reale këtu në komente, ku të doni vetëm na nisni. Okej, kishim për të marrë edhe një mystery box por nuk arritëm. Dhe kemi mbërritur në fund, pra ju lutem na tregoni se më shumë histori të frikshme por reale që u ka ndodhur juve dhe përveç kësaj gjithashtu prisni edhe një super vlog nëse do të bëhet e mundur me kismet Zotit, do të bëjmë një super vlog që pse jo t'ju pëlqej edhe juve. Do të mundojmë që ta bëjmë sa më të gjatë, sa më të bukur, sa më argëtues. Like, subscribe dhe ne shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë bashkë më takofshim, shpresoj që mos mungoj shumë. Bye bye.